Në këtë edicion do të ndiqni. Këshilli i kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës ka mbajtur sot takimin online lidhur me situatën e tashme pandemike nëpër komuna me virusin COVID-19. Kryetarët të komunave në këtë takim kanë diskutuar edhe për masat e tashme, zbatimin e tyre, efektin dhe situatën pas datës 18 prill, kur skadojnë këto masa të reja. Kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugëve me asfalt në komunën e Gjakovës. Drejtori për shërbime publike Shkumbin Kastrati tha se momentalisht punimet po zhvillohen në qytet, por shumë shpejt do të fillojnë edhe në zonat rurale. Përkundër pandemisë, komuna e Gjakovës të i kalon të hyrat vetanake. Sipas raportit financiar për periudhën janar-mars, të hyrat arrin vlerën në 907.746 euro. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Kryetari i komunës Ardian Gjini ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Kosovare për studime gjinore e përfaqësuar nga Luleta Demolli për avancimin e përpjekjeve të përbashkëta për mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit për shërbyesit civil. Nga kjo marrëveshje, komuna obligohet që të organizojë fushata informuese rreth ngacmimit seksual në vendin e punës, si dhe të shfrytojë draft rregulloren për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimi seksual në administratën publike. Pikërisht rreth kësaj teme, gazetarja jon Genta Zeinullahu ka zhvilluar një intervistë me Luleta Demollin, e cila ka treguar më shumë rreth aktiviteteve që bëjnë çdo ditë në përkraje dhe avokim të grave. Qendra Kosovare për studime gjinore është ndër organizatat kryesore në zhvillimin e studimeve dhe hulumtimeve të çështjeve gjinore në Kosovë. Luleta Demolli, drejtoreshe ekzekutive në këtë qendër, tregoi më tepër mbi rolin e organizatës dhe bashkëpunimin që kanë me nivelin lokal. Ne si Qendër Kosovare për studime gjinore e bëjmë integrimin e perspektives gjinore në gjitha fushat e jetës për të suportu pak edhe mirëqenjen e grave. Bashkëpunimi me nivelin lokal është i mirë, tani jemi në disa komuna për të ndihmu komunat për të kriju politikat kundër ngacmimit seksual në vendin e punës. Demolli tha se zgjedhja e Vjosa Osmanit presidente do të shërbejë në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqërinë kosovare. Vjosa Osmani ka një pozitë meritore, sepse është gruaja me aq votuar në Kosovë dhe mendoj që do të shtyjnë shumë çështjet e grave dhe do të jetë një model për vajzat e reja që ta shohin edhe pozitën e gruas si diçka të mundshme, si diçka që i ja vlen. Qendra Kosovare për studime gjinore vazhdimisht angazhohet në përmirësimin dhe avokimin e çështjeve me baza gjinore. Këshilli i kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës ka mbajtur sot takimin online lidhur me situatën e tashme pandemike nëpër komuna me virusin COVID-19. Kryetarët të komunave në këtë takim kanë diskutuar edhe për masat e tashme, zbatimin e tyre, efektin dhe për situatën pas datës 18 prill, kur skadojnë këto masa të reja. Këshilli i kryetarëve të komunave i organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur sot takim online ku temë diskutimi ka qenë situata pandemike dhe masat anti-Covid të vendosura nga qeveria. Në këtë takim janë nxjerrë rekomandimet të cilat do t'i dërgohen qeverisë përmes AKK-s. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini tha se kanë kërkuar si asociacion që këto masa të heqen pasi që sipas tij nuk kanë pasur ndonjë efekt të madh. Kem diskutu për masat cilat ju ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, për mbylljen e gastronomisë për orën policore pas orës 10, për masat ekzistuese, edhe jemi marrë vesh që t'i rekomandojmë qeverisë që këto masat të hiqen. Edhe une, në fakt, në fillim e kom kërku një gjë të tillë. Taksativisht është kështu, unë nuk besoj që ora policore ka ndonjë efekt pas orës 10, nuk besoj që ndikon efektivisht në uljen e rasteve të infektimeve, dhe në të njëjtën kohë mendoj se gastronomia duhet me u hap, edhe këtë propozim e kom dhënë është mbështet nga të gjithë kryetarët tjerë të komunave. Gjini shtoi se qeveria duhet të reflektojë pas këtyre rekomandimeve nga AKK-ja duke i lehtësuar masat. Unë shpresoj që qeveria e Kosovës i ka parasysh rekomandimet e kryetarëve të komunave. Ne përpos që jemi të zgjedhur drejt për drejt, po them edhe një herë jemi drejt për drejt në probleme me qytetarët. Nuk jemi në një zyre në Prishtinë ose diku tjetër, po jemi këtu. Edhe me qenë se të gjithë kryetarët e komunave kanë rekomanduar njëjtë sikur që po them unë,
atëherë po shpresoj që do të ketë reflektim dhe do të ketë lehtësim të masave, për shkak se nuk po ka efekt kështu. Një numër shumë i madh i njerëzve siguron mbijetesën prej punës, sidomos në gastronomi po flas, edhe të cilët për më shumë se një vit tani kanë probleme të mëdha, po shpresoj që do të kemi lehtësim të masave dhe hapje. Me tutja i ka thënë se gjendja me Covid në komunën e Gjakovës nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh në krahasim me komunat e tjera. Për momentin e kemi të njëjtin trend sikur në Kosovë, nuk është për t'u lavduar, por nuk është edhe diçka tepër alarmante. Një prej problemeve që shohun që po na ndodh është që po duket se qytetarët janë mësuar me këtë gjendje edhe kanë më pak tendencë me i respektu masat se që kanë pasur ta themi një vit më përpara, kur ne i kem pas vetëm 14 raste për 5 muaj në Gjakovë, ndërsa të gjithë kanë qenë me maska dhe të mbyllur. Tash kemi shumë më shumë raste, kemi mes 40 e 70 raste në ditë, edhe i shohim qytetarë që janë më të relaksuar. Gjini ka bërë apel të qytetarë që sa më shumë të bëjnë kujdes për veten e tyre dhe jetën e të tjerëve, pasi që virusi po vret dhe po shkakton probleme në jetën sociale. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës infektive Izet Sadiku ka thënë se në Kosovë ka numër të madh të infektuarve me variantin britanik të COVID-19. Tutja i shtoi se nga ky virus përhapet shumë shpejt te të rinjët. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës infektive Izet Sadiku ka thënë se në Kosovë ka numër të madh të infektuarve me variantin britanik të COVID-19. Tutja i shtoi se ky virus përhapet shumë shpejt te të rinjt. Faktikisht ne sipas ju keni pa informata që ka dhënë ministria pe Institutit të Shëndetit Publik, do 97%. Ne nuk kemi informata se cilat ku i marr mostra, po sigurisht ka mostra edhe pe pacientëve tanë, dhe ky numër i lartë të infektuarve që është dalë, që është me variantin e ri tipin britanek, sigurisht është edhe në Kosovë dhe kemi në klinikën tonë. Zakonisht kemi njerëz që familjarisht janë komplet smur, që ka qenë më pak kjo çështje. Kjo formë të infektuarit në faza tjera kur kemi pasur nëntor dhe në korrik dhe ngushtë. Mes tjerash, Sadiku i konsideron të duhura masat e qeverisë, duke shtuar se do të ketë më pak raste. Madja i theksoi se vaksinimi sa më i madh i personave i fut ata nën kontroll. Këto masa që janë marrë, unë besoj njëra çështja kryesore do të jetë respektimi i masave që ka qenë jashtë. Për arsye na kemi vrejt kohëve të fundit, domethënë 2-3 muaj të fundit, asnjë mos respektim masave nuk ka pas, ose ka pas shumë pak respektim masave. Dhe unë konsideroj që fillimi i respektimit të masave dhe kjo situatë është kjo tash me kufizim të lëvizjeve të njerëzve, unë konsideroj që do ta relaksoj situatën, do të kemi numër më të vogël dhe kjo do të krijojë mundësi që na më dhon hapësirë vaksinimit. Tashmë është vërtetuar se varianti britanik i COVID-19 përhapet shumë shpejt të rinjt. Reformat në shëndetësi janë më së të nevojshme për stabilizimin e gjendjes në këtë sektor, thot kryetarja Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Fatmire Kolçaku. Kolçaku tha se monitorimi i zbatimit të ligjit për pandemi si dhe plotësim ndryshimet e ligjeve në shëndetësi do të jenë prioritetet fillestare të komisionit që ajo udhëheq. Ky është problem global, mirë po ne si vend, pa tjetër do ta kemi si në epicentër të vëmendjes, përveç çështjeve tjera, sepse siç e dim kemi nevojë për reformë shëndetësi, kemi nevojë për plotësim ndryshimin e shumë ligjeve, një ndër to është edhe ligji për smundjet ngjitëse, i cili ndërlidhet direkt edhe me epidemin COVID-19 në vend, po ashtu do ta monitorojmë edhe zbatimin e ligjit për COVID, sepse ne si kuvend, si deputet, në fakt e kemi si për detyrë ta monitorojmë punën e qeverisë. Qeveria, siç e dini, ka ndërmarrë disa masa kufizuese këto ditë, të cilat nuk janë aq drastike, në farë forme do të kanë më shumë karakter edukues, sepse në ndërkohë këto masat në veçantë për gastronomi, do të thotë është në farë forme që të bisedohet që vërtet pastaj pas lirimit masave të kemi një bashkëpunim me gjitha sektorët, sepse vetëm së bashku ne mund t'ja dalim. Tutje Kolçaku tha se së shpejti pritet të vijë edhe kontingjenti i dytë me vaksina kundër virusit COVID-19. Fillu vaksinimi me 25.000 dozat e para, unë bazu në njohurit e mia, jam në dieni që janë duke u zhvillu bisedimet dhe në shumë shpejt do të vinë sasi tjera shumë më të mëdha të vakcinave dhe deri në vaksinimin e numrit të mjaftueshëm qytetarëve për ta kufizuar për hapjen e epidemisë, ne jemi detyruar që të vazhdojmë edhe me masa tjera, të cilat këtu i ftoj qytetarët që të bashkëpunojmë.
Duhet të fuqizohet edhe inspektoriati sanitar dhe shëndetësor. Përkundër pandemisë, komuna Gjakovës të i kalon të hyrat vetanake. Sipas raportit financiar për periudhën janar-mars, të hyrat arrin vlerën e 907.746 euro. Përkundër vitit pandemik, komuna Gjakovës, gjithsesi Drejtoria për Buxhet dhe Financa, ka t'i kaluar planin e të hyrave vetanake. Sipas raportit financiar për periudhën janar-mars, të hyrat arrin vlerën në 907.746 euro. Drejtori i Kotit i Dikasteri, Durim Halila, i tha se deri në fund të dhjetorit kjo shifër do të pësojë rritje. Është një shifër që nuk ka ndodhur më herët, janë diku rreth 907.746 euro që janë mbledhur për gjatë kësaj periudhe kohore. Jemi jashtëzakonisht si menaxhment të kënaqur, duke pas parasysh pandemin COVID-19. Kjo shifër tregon inkurajon që komuna do të kalon vlerën deri në 4 milion euro në fund të vitit fiskal, sepse duke i pas parasysh edhe vitet paraprake, njëkohësisht edhe planifikimin që kem 3.4, me këto trende të rritjes së tyra vetanake, vrejet që komuna Gjakovës tyrat vetanake përveç që do të kalon planifikimin, do shkojmë në vlerë dikon rreth 4 milion euro të vitit fiskal 2021. Drejtoritë që kanë mbledhur tyra vetanake gjatë kësaj periudhe kohore është Drejtoria për Buxhet dhe Financa. Në përqindje të kësaj realizimit të tyrave është dikon rreth 56%, po ashtu një rritje është të Drejtoria e Urbanizmit në bazë të kërkesave të qytetarëve për pajisje me leje apo dhe legalizim të objekteve, njëkohësisht edhe drejtori të tjera në bazë të kërkesave të qytetarëve të komunës Gjakovës. Halila i përmendi edhe disa nga projekte që janë vazhdimsi e vitit 2020 e po ashtu edhe projekte të reja që kanë vlerat më të larta të investimit. Si projekt me vlerë të madhe mund ta cilësojnë zgjerimin e ndriçimit publik, po ashtu është projekte në infrastrukturë që kanë kërkuar në bazë të kërkesave të qytetarëve, asfaltimi disa rrugëve që në të kaluar nuk kanë ndodhur dhe për herë të parë tash komuna shkon e investon qoftë në ndonjë lagje apo në fshat. Po ashtu kem projekte të tjera në drejtoritë për Kacë, ndërsa siç e dimi kem edhe projekte nga Ministritë e Linjës që po presim dash nga qeveria e re në japin drejtin e shile që të i hapim këto projekte edhe të shkojmë në tutje. Janë 2 dalja për Pejë dhe rruga X, të cilat janë të buxhetuara nga niveli qendror, po ashtu vazhdimësia e projekteve siç është Buja Roka dhe dalja për Prizren. Njëkohësisht tek bashkëfinancimet si projekt që vlen të cekët është bashkëpunimi i kryetarit Gjini me Sekon, është një projekt i ngrohtore si qytetit, i cili është vlera mbi 5.5 milion euro, ndërsa komuna Gjakovës ka vlerën e participimit me 500.000 euro, të cilën dikon 300.000 euro veç janë pagu, një pjesë tjetër tani me tyra vetanake që mbledhen që diskutova më herët mund të paguhen këto. Në mesin e projekteve janë edhe 2 kërkesa emergjente, shkolla në Ponoshec dhe ura në fshatin Rogov. Vlen të theksohet se ende nuk ka përfunduar viti fiskal dhe fal qytetarëve apo taksa paguesve të rregullt, komuna Gjakovës për të tretin vit më radh të i kalon planin e të hyrave vetanake. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka kritikuar qasjen e qeverisë Kurti dhe presidentës për të mohuar historinë më të re të Kosovës, trashëgimin politike dhe vlerat kombëtare. Deliu Kodra ka theksuar se ky pushtet i ri i udhëhequr nga vetëvendosja, i cili po mendon që gjithçka në Kosovë fillon me ta, ka hequr dorë nga politika e jashtme e Kosovës e ka suspenduar atë, duke shndruar në politikë të brendshme dhe në mekanizëm të thashëthemeve. Sot ne kemi një kryediplomate si Donika Gërvalla, e cila për keqardhje djeshte në një linjë të njëjtë me përfaqësues të Rusë dhe Serb kur foli për Kosovën, e pushtuar nga krimi dhe nga korrupsioni. E kemi një kryeministër që dikur ja dërgonte letrat përfaqësuesve ndërkombëtar kundër elitës politike në Kosovë dhe kërkonte arrestimin, madje edhe dënimin e tyre. Presidentja, kryeministri, ministrja e jashtme kanë harruar se tashmë ata përfaqësojnë shtetin e Kosovës, përfaqësojnë qytetarët e saj e jo partitë e tyre politike.
Ajo duke thënë se fjalimi i djeshëm i Gërvallës shënoi një ditë turpi për Kosovën, që fatkeqësisht u orkestrua nga qeveria e saj në Prishtinë, ka theksuar se çdo e arritur e Kosovës në politikën e jashtme është merit e miqve ndërkombëtar me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria po e mohon historinë e re të Kosovës. Gërvalla përqafoi narracionin serb-rus, është shprehur mes tjerash ajo. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të ketë prioritet çështjet që prekin qytetarët e Kosovës dhe mos të merret me fushatën zgjedhore në Shqipëri. AK ka kritikuar ekzekutivin që ende nuk e ka prezantuar programin qeverisës, për shkak kanë thënë se lëvizja vetëvendosje ka arritur në pushtet me premtime të mëdha, ndërsa tani nuk po dëshmon punë. Shefi grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se janë 2 muaj prej kur lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet në Kosovë, por që punët e saj nuk po shihen askond. Po e shohim që kjo qeveri është e pushtetit dhe jo e shtetit. Kjo qeveri po shihet që e ka zhurmën shumë të madhe, e punë kërka, zhurmën si tupan, e punë aska. Dhe njëkohësisht po shohim se po ka kohë që shkon fushata në Shqipëri, vendin ta mshel dhe mos të merret me detyrat prioritare. Tahiri ka thënë se plani i punës i qeverisë Kurti është dashur të bëhet më herët. Qasja që ka ndodhur javën e fundit tregon që qeverisja është duke ndodhur çka i shërben tavolinë dhe jo me një plan i cili ishte dashur shumë herët për shkak se tash janë 2 muaj prej kur qeveria prikur zgjedhjet ka përfunduar dhe është dashur që të jetë ky program që është kërkuar për gjitha qeveritë. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës janë 4 tema jashtëzakonisht të rëndësishme që të vinë në program. E para ka të bëjë me energjinë, pra në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk guxon të rritet çmimi i energjisë. E dyta, ne kërkojmë që në atë program të vendoset saktësisht miratimi i ligjit të pagave që krijon një barazi. Tema e tretë më rëndësishme sipas AAK-s ka të bëjë me policinë e Kosovës, me sigurimin shëndetësor të policisë dhe pensionimin e parakohshëm. Sipas Tahirit, qeveria Kurtit do të ketë mbështetjen e AAK-s për këto tema, ndërsa deputetja nga kjo parti, Teuta Haxhiu, ka bërë thirrje qeverisë që të informojë se ku ka arritur me programin qeverisës. Edhe Aleanca i bën thirrje lidershipit qeveritar. Mos na informoj në fakt se ku ka arritur me programin qeverisës, kur do të del me atë program qeverisës, kur do ta shohim ne, kur do ta shohin qytetarët. Qeveria të përfshihet në baza të rregullta në debatet publike me media dhe përfaqësues të opozitës. Përfshi në proceset vendimtare edhe ekspert edhe organizata të profilizuara të shoqërisë civile. Është koha që besimin dhe mandatin që e ka fituar ta përkthejnë ndryshim. Ajo çfarë shohim deri më tani nuk jep asnjë sinjal shpresë që po ecën në rrugën e duhur. Në AAK kanë thënë se sfidat në shëndetin publik dhe gjendjen ekonomike nuk lejojnë komoditet për qeverinë dhe as për opozitën. Kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugëve me asfalt në komunën e Gjakovës. Drejtori për shërbime publike Shkumbin Kastrati tha që momentalisht punimet po zhvillohen në qytet, por shumë shpejt do të fillojnë edhe në zonat rurale. Se rrugët në qytetin e Gjakovës janë të dëmtuara, kjo duket qartë, por zyrtarët përgjegjës po thonë se kanë filluar punimet për sanimin e gropave dhe ndërtimin e rrugëve me asfalt. Drejtori për shërbime publike Shkumbin Kastrati tha që momentalisht punimet po zhvillohen në qytet. Komuna e Gjakovës jamën e kaluar kemi nënshkruar kontratën me kompaninë Arfa për ndërtimin dhe sanimin e rrugëve me asfalt. Punimet vetë kanë filluar. Për momentin faza parë do të jetë qendra e qytetit. Do të jemi të punu në rrugën Abidin Tërbeshi, jemi të punu në një pjesë të segmentit të rrugës Nona Terez, në segmentin e rrugës Gjeladin Hana dhe në rrugën Enver Gjergjeku. Faktikisht jemi të punu qarshin e vogël dhe segmentet që përqojnë, segmentet që tangojnë qarshin e vogël. Pas përfundimit këtyre segmenteve, do të vazhdojmë me rrugën Tirana, do të vazhdojmë me rrugën Bramcuri. Kastrati tha se po mundohen që sa më shpejt të përfundojnë punimet. Do të përpiqemi sa më shumë që punimet të përfundojnë në fund pranverës ose fillim verës, do të punimet e mëdha,
mënyrë që diaspora kësaj radhe të vjen të shijojnë më mirë pushimet verore, jo me punime të cilat i kanë as 2 vitet e fundit. Rregullimi i rrugëve me asfalt dhe sanimi i gropave do t'i përfshijë edhe fshatrat e kësaj komune. Baleti kombëtar nesër shfaq premierën e veprës Entre dos Aguas dhe Troy Game të koreografit Robert North. Baleti kombëtar i Kosovës ka mbajtur konferencë për media me rastin e premierës së shfaqjes Entre dos Aguas e Troy Game. Balerini Kreshnik Musolli tha se shfaqja është ndarë në 2 pjesë. Ai ka bërë të ditur se kanë pasur problem në sigurimin e kostumeve. Të 2 pjesë janë fantastike, nuk mundesh me i dallu cila është më e mirë ose cila është më e dobët, nuk ka fjalë. Pjesa e parë është me djemë dhe vajza, një pjesë shumë e bukur me muzikë spanjolle dhe lëvizje shumë të shpejta. Pjesa e dytë është vetëm me mashkuj dhe është inspiruar nga artet marciale japoneze, braziliane të tjera dhe është kogja vështirë në aspektin tekniko-artistik. Ka realizimi kemi pas shumë probleme, si pasojë e komplikimit të mënyrave për furnizim me materiale si të kostumeve dhe skenografisë, kemi pas vonesa shumë të mëdha. Julian Moss, asistent i shfaqjes, tha se kanë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë shfaqje. Gjithmonë është vështirë, mirë po me shumë entuziazëm do ja dalim. Ne jemi përgatitur për premierë dhe shpresojmë se do dalim mirë. Përderisa Saad Vunici, balerin, shpreson që të lirohen masat në mënyrë që publiku të jetë prezent në teatr. Edhe ne duke marrë parasysh që jemi në pandemi, kanjëherë kemi pas shumë vështirë mbajtjen e maskave, po jemi mundu maksimalisht të përmbajmë masat. Shpresoj që shfaqja ka me dalë atu ku e kemi cilin përbashkët si gjithësi trupe baletit Kosovës. Edhe shpresojmë që ndoshta muajin tjetër do të lirohen masat që të mbushet publikës, se pedim që ka shumë kërkesa të mëdha për me qenë për marrë pro shfaqje. Leonora Regjepi, balerin, tha se janë munduar që shfaqja të jetë në nivelin e duhur. Baleti kombëtar nesër jep premierën e shfaqjes së koreografit Robert North. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Këshilli i kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës ka mbajtur sot takimin online lidhur me situatën e tashme pandemike nëpër komuna me virusin COVID-19. Kryetarët të komunave në këtë takim kanë diskutuar edhe për masat e tashme, zbatimin e tyre, efektin dhe situatën pas datës 18 prill, kur skadojnë këto masa të reja. Kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugëve me asfalt në komunën e Gjakovës. Drejtori për shërbime publike Shkumbin Kastrati tha se momentalisht punimet po zhvillohen në qytet, por shumë shpejt do të fillojnë edhe në zonat rurale. Përkundër pandemisë, komuna e Gjakovës të i kalon të hyrat vetanake. Sipas raportit financiar për periudhën janar-mars, të hyrat arrin vlerën në 907.746 euro. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivision.tv. Mirupafshim.